Mjeku çudit botën, kumullat trajtojnë këto tre probleme, ja kush duhet t'i konsumojë menjëherë. Përveç se janë të shijshme, kumullat janë të jashtëzakonshme për shëndetin, dhe nëse i konsumoni çdo ditë, veçanërisht në sasinë prej 12 copë në ditë, trupi juaj do të përjetojë një ringjallje të vërtetë. Në këtë video, sipas Tingwell, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kumullave në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore. Kumullat janë të mira gjithashtu për shëndetin tuaj të zemrës dhe kontrollojnë kolesterolin në mënyrë normale. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kumullat përmbajnë nivele të larta të antioksidantëve, element këto të fuqishëm në parandalimin e oksidimit të kolesterolit dhe zvogëluar riskun e problemeve kardiovaskulare, duke i dhënë organizmit tuaj më shumë përfitime dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet që i kanosen atij. Kumullat janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund t'i konsumojë ato në mënyrë të rregullt. Mineralet që përmbajnë kumullat janë të mira për kockat. Kumullat përmbajnë bakër dhe kalcium, minerale këto shumë të rëndësishme thelbësore për shëndetin tuaj të kockave. Ato të ndihmojnë në ruajtjen e dëndësisë kockore dhe mund të zvogëlojnë gjithashtu riskun e osteoporozës dhe problemeve të tjera të nyjeve. Sigurohuni që t'i konsumoni në mënyrë të rregullt në dietat tuaja për të marrë përfitimet e tyre unike të dobishme në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Kumullat janë një laksativ i përsosur edhe për të përmirësuar sistemin tuaj tretës. Kumullat janë të pasura me fibra dietike të cilat përshpejtojnë lëvizjen tuaj të zorrve dhe lehtësojnë gjithashtu zbrazjen e tyre, duke dhënë laksativ natyral shumë të rëndësishëm për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të trupit tuaj. Ekspertët thonë se kumullat janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë të pandërprerë të dietës së tij, sidomos edhe për të përmirësuar sistemin tuaj tretës edhe për të evituar gjithashtu problemet tuaja të kapsllëkut. Kumullat do të ulin gjithashtu trigliceridet edhe sheqerin e lartë në gjak. Luteina, një pigment bimor që gjendet te kumullat, do të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të triglicerideve dhe glukozës në gjak. Konsumi i rregullt i këtij fruti do të ndihmojë në parandalimin e problemeve të obezitetit, diabetit dhe presionit të lartë të gjakut. Kumullat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët duan të kenë një zemër të shëndetshëm dhe gjithashtu më pak komplikacione të dëmtimit të tyre. Sigurisht, shtimi i kumullave në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje të veçantë për shëndetin e zemrës dhe lehtësimin e problemeve të saj. Kumullat kanë element të mirë që zgjerojnë enët e gjakut, siç është kaliumi, të cilat përmirësojnë qarkullimin e tij dhe zvogëlojnë edhe ngarkesat në punën e zemrës që mund të zvogëlojë riskun e hipertensionit dhe të përmirësojë gjithashtu funksionalitetin e sistemit kardiovaskular. Kumullat do të rrisin energjinë dhe vitalitetin e organizmit. Zakoni i përditshëm i konsumit të tyre siguron trupit tuaj energji maksimale dhe mbështet sistemin tuaj imunitar, dhe trupi juaj mund të përballojë më lehtë problemet e stresit dhe lodhjen e përditshme. Ekspertët i cilësojnë kumullat si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese me përfitime të larta në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve. Sigurohuni t'i konsumoni në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Kështu përfitimet që do të merrni prej tyre do të lehtësojnë komplikacionet dhe do të rrisin gjithashtu më mirë shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kumullat janë të mira për organizmin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë të pandërprerë të dietës së tyre. Kështu, efektet e kumullave në organizëm do të jenë të menjëhershme, të shpejta dhe gjithashtu do të lehtësoni edhe problemet të ngjashme. Kumullat janë një nga frutat më të mira të sezonit dhe si të tilla duhet të jenë pjesë e dietave tuaja të rregullta. Kumullat njihen si multivitamina natyrale edhe pse ndoshta nuk i konsumojmë aq shpesh sa duhet.
Duke ke i shtuar kumullat në dietën tuaj do ta keni më të lehtë të ndërmerrni përfitimet bazë të tyre në dobi të shëndetit dhe të evitoni edhe komplikacionet. Ekspertët i cilësojnë kumullat si një nga produktet më të mira për të marrë ndikimin e tyre negativ në dobi të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Kumullat përmbajnë më shumë se 80 lëndë ushqyese. Kumullat të freskëta ose të thata qofshin ato, ndihmojnë më mirë për të përthithur mineralet e hekurit. Gjithashtu edhe është një burim i mirë i vitaminës C. Shumë e rëndësishme kjo për shëndetin tuaj dhe gjithashtu edhe për të lehtësuar komplikacionet. Është e rëndësishme që të përdoren ato në mënyrë të rregullt dhe vlerat që do t'i japin organizmit tuaj do t'i kthejnë ato një nga laksativet më të mirë ushqyes për trupin. Kumullat përmbajnë rreth 84% të përmbajtjes së tyre ujë, 0,6% protein, 10% karbohidrate, 2,1 gram fibër dietike. Veç kësaj, kumullat kanë nivele të larta të elementëve ushqyes dhe nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive, kanë nivele të larta të vitaminës A, vitaminës C, vitaminës E, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore. Shtimi i kumullave në dietat tuaja të rregullta ushqyese do të përkthehej në një mbrojtje të vërtetë të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Kumullat janë një nga përzgjedhjet më të çmuara që mund t'i ofroni shëndetit. Ato mund të përmirësojnë nivelet tuaja të sheqerit në gjak. Kumullat kanë një indeks të ulët të glicemisë që do të thotë se mund t'ju ndihmojnë të kontrolloni më mirë nivelet tuaja të sheqerit në trup dhe të zvogëloni gjithashtu riskun për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Kumullat janë të mira për shëndetin tuaj të trurit. Nëse konsumoni të paktën 5 kumulla në ditë, do ta ndihmoni organizmin tuaj të luftojë efektet negative të radikaleve të lira në organizmin tuaj. Shtimi i këtij fruti në dietën tuaj të rregullt do të ofrojë një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Si të tilla, kumullat janë një përzgjedhje fantastike e dobishme për shëndetin tuaj dhe evitimin e komplikacioneve. Kumullat janë plot me antioksidantë dhe ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ullëtimeve shkencore të Universitetit të Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antocianin dhe quercetin, të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Ekspertët i cilësojnë ato si një nga produktet më të rëndësishme ushqyese që mund t'i keni pjesë të dietave tuaja dhe të evitoni edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Kumullat janë të mira për shëndetin e zemrës. Një kumull e freskët do të ofrojë 113 mg kalium i cili ndihmon për të kontrolluar kështu nivelet e tensionit të lartë të gjakut dhe të zvogëlojë riskun e goditjeve në tru dhe sulmin në zemër. Kumullat do të përmirësojnë dhe mbrojnë sistemin tuaj tretës. Kumullat do të lehtësojnë problemet tuaja të kapslëkut. Ato ndihmojnë në problemet e tretjeve të vështira të ushqimeve edhe mund t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit edhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i kumullave në menunën tuaj ditore do të përkthehet edhe në një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj tretës edhe evitimin e komplikacioneve të tyre. Kumullat janë një përzgjedhje fantastike ushqyese që shumë përfitime mund t'i merrni përmes konsumit të tyre në mënyrë të rregullt. Ato janë të përshtatshme për personat të cilët kanë probleme me sistemin e tyre tretës. Mund t'i zhysni dhe t'i lini të ftohen dhe më pas t'i konsumoni sipas nevojës suaj. Kumullat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese, gjithashtu që mund t'i japin vlera edhe në forcën tuaj të kockave. Studiuesit nga Universiteti i Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumonte 100 gram kumulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumonte 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe vitaminës D. Grupi, i cili konsumonte kumulla të thata në dietën e tij, kishte kocka më të shëndetshme edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.